Jo vetëm banorët vendas, por edhe turistët e huaj që zgjedhin të vizitojnë në zonën e Delvinës, po shfaqin një interes gjithnjë më të lartë për bimët medicinale. Ata nuk mjaftohen vetëm duke i provuar ato, por janë të interesuar edhe për të njohur më nga afër me mënyrën e grumbullimit dhe proceset që ndiqen deri në përpunimin e tyre. Ky interes në rritje konfirmohet edhe nga Pranvera Çeço, grumbulluese e bimëve medicinale prej vitesh. Ajo shprehet se vizitorët tregojnë kurreshtje për traditën, përvojën dhe rëndësinë që kanë këto bimë në mjekësinë popullore dhe ekonominë lokale. Po sa vete ndërgjegjësohen, jo vetëm të vendit, po dhe shumë të huaj vinë dhe preferojnë të marrin çajrat e Shqipërisë. Me që ne jemi dhe vend malor, edhe unë i kam sugjeruar gjithmonë që ata të vend të shikojnë dhe atje ku vilet Sherbeli, po dhe atje ku vilet çaj, ku blëhet blini, se të gjitha këto unë ju thash që janë bimë që mblidhen në përpije, në për malet tona, edhe janë shumë të efektshme. Megjithatë, Çeço thekson se ky vit ka qenë i vështirë për bimët medicinale. Zjarret e shumta gjatë verës dhe rreshtet e dendura të shiut kanë shkaktuar dëme të konsiderueshme, duke ndikuar negativisht. Ndikuan shumë keq zjarret për arsye se u dojën shumë male të Delvinës, zona të tëra si për shumë zona e Kopaçës, e Vergojit edhe e Senicës, pësuan një dëm të madh. Ajo ishte burimi Sherbelës, i çajit, i rigonit, i trumzës edhe lloj-lloj bëri një dëm shumë të madh. Po jo vetëm ajo, po dhe këto stuhit e mëdha që përmbytën Delvinën dhe ato bërën shumë dëm. Pavarësisht sfidave të këtij viti, interesi për bimët medicinale në zonën e Delvinës mbetet i lartë, veçanërisht nga turistët e huaj, të cilët po kontribuojnë në promovimin e pasurive natyrore dhe traditës vendase. Megjithatë, ruajtja e këtyre bimëve dhe mbështetja për grumbulluesit mbeten thelbësore për të garantuar vazhdimësinë dhe qëndrueshmërinë e këtij sektori në të ardhmen.